sot nuk në këtë moment, për më saktë, sepse unë e di që e kam lajmëruar në një farë mënyrë edhe një live më vonë, rreth orës 21 të darkës. Por tani për tani, dua të bëj një live pak më të veçantë. Dua të flasim një çik për manifestimet, por si të manifestojmë shumë pasuri. E di që shumë njerëz janë në kërkim të asgjë më pak se kaq, pra pasuri. Duan të jenë shumë të pasur, shumë të suksesshëm. Duan thjesht të kenë pasuri me bollok. Por si arrihet kjo pasuri? Është gjithmonë çështje që ne duhet të punojmë shumë fort? Në fakt, është vërtetuar se edhe nëse ti je punojësi më i mirë i gjithë kompanisë, edhe nëse ti je më i zgjuari ose më i shkathti, kjo nuk të përkthehet automatikisht në pasuri. Prandaj çfarë ndodh? Ti kërkon të bësh diçka ndryshe. Ti kërkon të dalësh nga ky sistemi i korporatave, sepse sistemi i korporatave është dizajnuar që ti të jesh dhe të mbetesh përgjithmonë në borxh, ose duke jetuar nga pagesa në pagesë, nga rroga në rrogë. Prandaj një mënyrë shumë e mirë se si të mund të dalësh nga kjo kurth që vendos vetë kompanitë ose vetë sistemi në cilin ne mësojmë për të punuar për to, që nga dita e parë kur ne shkojmë në shkollë. Është pikërisht duke riprogramuar ne mendjen tonë, duke riprogramuar mendjen tonë për të pasur një ide e cila mund na përkthehet në para. Ose duke afirmuar, duke marrë energji pozitive, pikërisht në lidhje me pasurinë. Fillimisht duhen shembur disa barriera, të tipit pasuria është e keqe, pasuri kanë vetëm ata ziliqarët, pasuri kanë vetëm ata që i bën keq të tjerëve. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Edhe njerëzit që i bën shumë mirë të tjerëve mundet të jenë të pasur. Disa njerëz është e vërtetë i kap lakmia e pasurisë, por disa njerëz të tjerë kanë vërtetuar me shumë qartësi se njerëzit mund të jenë të pasur dhe mund të jenë shumë të mirë. Edhe ju mund ta bëni këtë duke i thënë vetes në radhë të parë, unë dua të jem një njeri i pasur për të ndihmuar familjet e tjera, për të bekuar nga xhepi im edhe familjet e të tjerëve. E sot mund të thuash, unë zgjedh të hap mendjen dhe zemrën time ndaj rrjedhës së pafundme të bollokut që universi ofron. Imagjinoni pak se sa e fuqishme është kjo lloj lutje ose kjo lloj shprehje, ky lloj motivimi që mund të jepni vetes, pikërisht duke thënë këto, që ti t'i japësh mundësinë vetes tënde për që në hapur ndaj gjithë rrjedhës pafundme të bollokut që universi ofron. Thuaj unë jam magnet i fuqishëm për pasurinë dhe prosperitetin. Çdo frymëmarrje që marr më mbush me besim se unë e meritoj të jetoj në luks, në paqe e në siguri financiare. Të jetosh në siguri financiare është ajo çfarë njerëzit luftojnë për të bërë, për të arritur që nga momenti i parë. Dhe duke bërë këtë, njerëzit mundet që vërtet të arrijnë të shkojnë atje ku duan. Siguria financiare është ajo çfarë i mundëson secilit prej nesh që të jetoj pak më i qetë, edhe të mundet të filloj edhe të bëj atë për çfarë është krijuar që nga dita e parë. Unë jam e besoj totalisht që njeriu nuk është krijuar vetëm për të shkuar në punë, për të mbyllur tetorashin edhe për të fjetur gjumë. Sepse je zauruar ka shumë nga dita e punës sa ti nuk ke mundësi për të bërë asgjë. Unë mendoj që njerëzit janë krijuar për të krijuar.
Pra, njerëzit janë bërë në këtë formë që të mund të shprehin talentet e tyre, dëshirat e tyre, pasionet e tyre në mënyra nga më të ndryshme. Por me financat që një pjesë e mirë e njerëzve nuk i kanë, bëhet shumë e vështirë. Bëhet shumë e vështirë dhe kompanitë sigurohen që të mund të tërheqin edhe pikën e fundit të shpirtit tuaj nga trupi juaj, si duke bërë që këto punë që keni ju në kompani t'ja ezaurojnë edhe pikën e fundit të motivimit. E duke ju ezauruar dhe pikën e fundit të motivimit, askush nuk ka më atë fuqinë ose nervin për të ulur e për të krijuar. Dhe kjo është gjendja më e keqe ku mund të përfundojë njeriu, të mos arrit dot të krijojë. Prandaj, unë mendoj që të arrish, të kërkosh të arrish pikërisht këtë, që çdo frymëmarrje më mbush me besimin që meritoj të jetoj në luks, paqe dhe siguri financiare. E që të arrish deri te siguria financiare, të duhen vërtet të gjitha gjërat më të mrekullueshme që ti mundesh, ti japësh vetes. Dhe ti mundesh në fakt që ti të arrish sigurinë financiare duke afirmuar edhe duke i thënë vetes, duke i treguar vetes tënde një narrativ krejt të re. Nëse deri më tani dita juaj niste me ankesa, vazhdonte me ankesa dhe përfundonte me ankesa, jepi vetes një moment duke thënë unë i lë pas të gjitha besimet kufizuese të së shkuarës. Ndonjëherë ne ngecemi duke treguar të njëjtën histori kur ne kemi dështuar, kur ne nuk ja kemi dalë, kur ne jemi ndjerë të bllokuar, ku të tjerët përpara nesh nuk ja kanë dalë. E kjo na bën që edhe ne të besojmë që të tjerët nuk ja kanë dalë, çfarë më bën mua më të aftë për t'ja dalë. E ky është momenti kur ti duhet t'i thuash vetes që në fakt unë mundem t'ja dalë. Unë mundem t'ja dalë sepse unë kam mundësinë që të shoh më tutje. Unë kam mundësinë që të krijoj. Unë kam mundësinë që ta lë pas atë narrativ të së shkuarës që i kam thënë vetes deri më tani se unë nuk mundem, të tjerët nuk ja kanë dalë edhe pse duhet ja dalë unë kur askush nuk ja ka dalë, ndoshta s'do ja dalë as unë, të gjithë të frikra, të gjithë të t'i lësh pas, edhe këto besime kufizuese. Në momentin që i lë pas, e ndjen që gjithë jeta jote merr një energji krejt tjetër, merr një rrugë krejt tjetër. Paraja nuk është e vështirë për të fituar, ajo vjen drejt meje në mënyra të papritura dhe të mrekullueshme. Imagjinoni pak t'ja thoni këtë vetes çdo ditë. Imagjinoni pak t'ja thoni vetes çdo ditë edhe t'i thoni që paraja është e lehtë për të fituar. E di, ditët e para nuk do të besohet. Nuk e për ta trurit nuk ta pranon, sepse ti e di që je stërmunduar kaq shumë për të fituar para, por në fakt të fitosh para është krejt e lehtë. Është mënyra më e lehtë se si ti mundesh vërtet të ecësh përpara dhe kjo mund të arrihet krejtësisht në mënyrë të natyrshme. Si? Duke thënë pikërisht duke ndryshuar këtë lloj besimi tëndin, e duke thënë që ti mundesh të fitosh para me lehtësi. Nëse nuk më besoni, ju mund ta provoni. Është mënyra më e mirë se si të provoni nëse manifestimet vërtet funksionojnë ose jo. Ju uleni dhe thjesht thoni, pasuria arrihet me lehtësi, unë arri pasurinë me lehtësi. Dhe do të shihni mundësi që do ju shfaqen. Do të shihni të gjitha ato para që mund të jenë shumë të vogla. Ndoshta ditët e para as nuk do ju kënaqen, as nuk do ju duken për gjë. Por unë mendoj që është thjesht ideja e të vënit të universit në lëvizje. Dhe ti mundesh që ditën e parë thjesht të gjesh një 2000 lekësh në rrugë, mbasi ti ke thënë këto afirmime, mbasi ti ke thënë që është shumë e lehtë që unë të bëj para, është shumë e lehtë që unë të rris kursimet e mia, është shumë e lehtë që unë të investoj para, është shumë e lehtë, ti do fillosh të kesh më shumë para në përduar.
do të krijohen situata, mënyra, rrethana të tilla që ti të kesh më shumë para në përduar. Dhe duke bërë këtë, ti mundesh në fakt që ti vësh re. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në manifestime. Ti duhet të vësh re momentin kur paratë tua shtohen, duhet të vësh re momentin kur ti fiton para në mënyrë krejt të papritur, duhet të vësh re, duhet t'ja bësh me dije universit që ti je duke treguar vëmendje. T'ja bësh me dije universit që ti në fakt je aty dhe je duke parë që gjërat ndryshojnë, gjërat po transformohen. E në këtë mënyrë edhe ti mundesh që të fillosh të fitosh më shumë para. E siç po thoja, në momentin e parë ti do vësh re që do fillosh të gjesh para në rrugë. Do fillosh të gjesh ose të tjerë do të dhurojnë para. Ndoshta nuk do të jetë eksaktësisht në formën e parave, pra mund të jetë edhe dikush që të ofron një kafe, ose të ofron një ushqim, ose të ofron një darkë, ose të ofron një produkt me ulje, ose të ofron një produkt falas që ti kishe ndërmend ta blije, por thjesht të thotë, hey, shiko, unë e kam në shtëpi dhe dua ta heq qafe, ty ndoshta të duhet, mund ta marrësh. Edhe kjo është një mënyrë se si parat shtohen në xhepin tënd, sepse ti thjesht nuk po i shpenzon për gjëra që ty po t'jepen falas. Dhe kjo është mënyra se si universi vepron për të sjellë më shumë para në kohën kur ti ke vendosur të manifestosh më shumë para. Por ti duhet jesh shumë i vëmendshëm ndaj këtyre gjërave. Edhe sikur të hipesh në autobus dhe fjala vjen nëse je në Shqipëri, fatorinoja kalon edhe thot, s'ka problem, meqense je vetëm një stacion, mos e paguaj biletën. Edhe në një farë mënyre të fal atë 400 lekëshin që ti mund ta paguash pak më vonë. Kjo është mënyra se si parat vinë drejt teje. Dhe nëse ti do t'jesh vërtet i vëmendshëm, do t'arrish të shohësh se sa shumë para vijnë drejt teje në mënyra krejt të papritura, në mënyra krejt të mrekullueshme. Por duhet në fillim ta besosh. Duhet ta besosh me gjithë zemër. Të thuash që parat vijnë drejt meje në mënyra krejt të lehta e krejt natyrale. E kam provuar këtë dhe më besoni që ua them me gjithë zemër që kjo funksionon. Prandaj, nëse mundesh, provoje edhe ti. Provoje edhe ti edhe jepi një mundësi universit të tregoj që ti vërtet mundesh të fitosh para në mënyrë krejt të lehtë edhe krejt të natyrshme, sepse ti mundesh në të vërtet. Thuaj, unë jam në harmoni me energjinë e pasurisë, edhe do ta shohësh se sa shumë pasuri do të vërshoj drejt teje. Çdo veprim që bëj, çdo ide që kam, çdo hap që hedh, më afron më shumë me lirinë time financiare. Imagjinoni pak se sa e mrekullueshme do të ishte, sikur vërtet në çdo hap që ti hedh, ti gjen një mundësi. Dikush të ofron një ide biznesi, ku dikush të ofron më shumë para, kur dikush të ofron një mundësi më të mirë, një punë më të mirë, ku ti të shkosh drejt kësaj lirie financiare, ku ti jo vetëm që do mundesh të mbyllësh muajin pa u shqetësuar, por do mundesh të kursesh, e jo vetëm të kursesh, ti do mundesh edhe të investosh, të blesh një pronë ose të marrësh një pronë me qira dhe ta japësh atë dikujt tjetër që mund ta përdor, edhe të paguaj ty qiran, edhe ti të fitosh para pa bërë asgjë. Imagjinoni pak se sa e mrekullueshme është kjo. Do të njerëzit të mundet vërtet të paguajnë ty vetëm se ti do kesh mundësinë të investosh. E kjo ndodh vetëm nëse ti vërtet e ndryshon komplet mendimet e tua në lidhje me parat. Ndryshon mendimet e tua në lidhje me parat dhe dije që e gjithë jeta ka përndryshuar në mënyrë më të mrekullueshme të mundshme. Thuaj që unë nuk punoj vetëm për paran, por paraja punon për mua, duke u rritur e duke u shumuar vazhdimisht. Duke bërë këtë, ti i jep mundësinë që çdo biznesi ose çdo ide e biznesi që ti kalon në përmendjen tënde, ose në çdo biznes ku ti vendos të investosh, të kthehet në një sukses të vërtet, një sukses që mundet në të vërtet të t'jap ty pasuri të jashtëzakonshme. Edhe thuaj unë jam mirënjohës për çdo qindar që kam në llogarinë time tani,
e për milionat të tjera që do të kem rrugës. Thuaje me gjithë zemër. Thuaje mirënjohja ime është çelësi që hap dyert e mundësive të reja. Unë shoh mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Kjo është një ndër mantrat e mia. Me thënë të drejtën, është një ndër gjërat që më pëlqen më shumë nga gjitha, sepse të shohësh, të arrish të shohësh mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa, është një privilegj i jashtëzakonshëm që universi, Zoti ua jep njerëzve që e ka caktuar që do të fitojnë në jetë. Unë jam i aftë, unë jam e zgjuar, unë jam e guximshme. Thuaja këto vetes, thuaja çdo ditë. Thuaja që ti je e jashtëzakonshme për të menaxhuar pasurinë me urtësi. Sepse ka shumë njerëz që e kanë frikë pasurinë. E kanë frikë sepse thonë, nëse unë do të fitoja $1 milion në lotari, nuk do dija çfarë të bëja me to, ose do t'i shpenzoja brenda 2 ditësh, duke blerë gjëra koti. Por në fakt, nëse ti i mëson vetes tënde që tani, që ti thuash, unë mundem ta menaxhoj pasurinë me urtësi, me qetësi, mundem ta menaxhoj me shumë mençuri pasurinë time, ti krijon automatikisht një derë të hapur që pasuria të vit e ti, sepse e di që do të menaxhohet me mençuri. Dhe pasuria do që të menaxhohet në mënyrë të tillë, do që të menaxhohet nga njerëz të cilët e din vlerën e saj dhe din të bëjnë më të mirën nga pasuria që kanë. Një mënyrë shumë e mirë është që ti të thuash gjithmonë që sa më shumë që unë jap dhe ndaj me të tjerët, aq më shumë pasuri kthehet tek unë, madje kthehet e 10 fishuar. Është gjithmonë ajo, nuk e di, domethënë nëse ua kanë thënë prindrit, por mua gjithmonë ma kanë thënë prindrit këtë. Jep se do të marrësh. E t'japësh ndonjëherë është mënyra se si ti i krijon vetes mundësinë për të marrë më shumë. Ti mund t'japësh edhe duke bërë bamirësi dhe do të kthehet 100 fish. Jep dhe do të kthehet. Pasuria ime nuk është vetëm për mua, por është një mjet për të krijuar mirësi në botë. Ka shumë njerëz që kanë frikë nga pasuria. Kanë frikë sepse kanë parë që shumë njerëzve ju kanë ndodhur gjëra të këqija kur nuk kanë ditur ta menaxhojnë pasurinë. Por nuk është pasuria problemi në këtë rast. Pasuria nuk është problemi në këtë rast. Në këtë rast është keq menaxhimi. Prandaj duhet i mbushësh mendjen vetes që ti je një menaxhuese e jashtëzakonshme e pasurisë, në mënyrë që të mundesh që përmes xhepit tënd të bekohen edhe mira familje të tjera. Thuaje me gjithë zemër që unë jam e denjë për bollëk të pakufizuar, unë jam e pasur në mendime, mendimet e mia, idetë e mia vlejnë me miliarda lek. Thuaje këtë tani, thuaje që unë jam shumë e pasur në shpirt edhe në financa. Thuaje se që nga ky moment unë deklaroj veten të lirë financiarisht, unë jetoj në një botë ku kam mjaftueshëm për të gjithë dhe pjesa ime e bollokut është e imja dhe është e jashtëzakonshme. Bolloku që unë kam mjafton për të bekuar familjen time, trashëgimtarët e mi, por edhe mira familje të cilët bekojnë çdo ditë nga xhepat e mi. Thuaj që unë e pranoj pasurinë me duart e hapura dhe kështu do të jetë. Jeni të bindur për këtë, është pak po e sigurt, kështu do të jetë. Nëse dëshironi, sigurisht të mund ta ndiqni edhe më vonë. Është një live që do doja vërtet që të kishit mundësi t'i ktheshit her pas here. Po përpiqem ta lexoj me një zë më të qetë, ndryshe nga gjitha kohët e tjera kur ne futemi në live për të diskutuar ose për të folur, për të shkëmbyer mendime, por kësaj radhe dua të jetë në një formë ASMR-je. Nuk e di nëse
jam në nivelin e duhur, do përpiqem të bëj më të mirën, e sigurisht do të përmirësohem edhe unë. Pasi kjo është diçka që nuk e kam lëvruar shumë, pra pjesën e të krijuarit të ASMR-ve. Megjithatë, kjo është një moment ku doja që të përqendroheshit më shumë te pikërisht këto afirmime. Thuaje me gjithë shpirtu, unë jam magnet për paran. Thuaje derisa në thellë në zemrën tënde ti ta besosh të. Dhe thuaje, unë jam magnet për paran. Pasuria rrjedh drejt meje. Unë jam e hapur dhe unë jam planuese për gjithë pasurinë që më sjell jeta. Thuaje, unë tërheq çdo ditë e më shumë bollok. Unë meritoj të jem e pasur. Unë meritoj të jem e suksesshme. Mendja ime është e programuar për prosperitet. Mendja ime është e programuar që të shoh mundësitë edhe aty ku të tjerët shohin pengesa. Unë shoh mundësi për të bërë përpara, kudo ku shkoj, në çdo lloj ideje që më jepet, në çdo lloj mundësie që më jepet. Unë jam në harmoni me gjithë energjinë e pasurisë. Universi madje dëshiron që unë të jem e pasur. Unë jam arkitektja e jetës time financiare. Jam unë ajo që e kam në dorë, jam unë ajo që e tërheq të gjithë pasurinë, jam unë ajo që mundem t'i lejoj vetes time çdo lloj luksi. Unë i lë pas të gjitha mendimet negative në lidhje me paran. Çdo lloj mendimi negativ, çdo lloj frike që më është implementuar nga të tjerët në lidhje me paran, unë e lë pas. Unë zgjedh të besoj se bolloku është gjendja ime natyrore. Unë zgjedh të besoj se të jem e pasur, të jem e lirë financiarisht, të jem e aftë që përmes xhepave të mi, kuletës time, të bekohen familje të tjera me bollok në pasuri. Kjo është ajo çfarë unë besoj, kjo është ajo çfarë mua më përket, kjo është ajo çfarë unë e di që është e imja. Unë e besoj se paraja është gjëja më e mirë që mund të më ndodhë. Të kem para dhe të kem liri financiare është gjëja më e mirë që mund të më ndodhë, sepse në këtë mënyrë unë i jap vetes mundësinë për të ndihmuar të tjerët. Unë jam e denjë që të jetoj në luks. Unë besoj me gjithë shpirt se suksesi im është në fakt i pashmangshëm në çdo lloj ide biznesi që unë kam, unë siguroj sukses. Unë jam mirënjohëse për bollokun që kam dhe për atë që po vjen, edhe për gjithë bollokun që po vjen drejt meje. Unë kam fuqinë të krijoj pasurinë që dëshiroj. Unë nuk kam frikë nga paraja, unë e zotëroj atë. Pasuria ime rritet edhe kur unë fle. Parat punojnë për mua dhe nuk është kur e kundërta. Unë nuk punoj për para. Unë punoj për pasion. Unë krijoj. Unë jam e bekuar të jem e lirë financiarisht e të mundem të krijoj vetëm gjërat mrekullueshme, ndërsa parat punojnë për mua. Ato shtohen me shpejtësi të jashtëzakonshme. Parat punojnë për mua. Dhe çdo moment kur parat vinë drejt meje, është krejt normale për mua. Unë nuk habitem, unë nuk trembem, është krejt normale që parat të vinë drejt meje. Unë paguhem për vlerat që unë i shtoj botës me kreativitetin tim. Çdo ide imja vlen miliarda e miliarda dollar.
Të ardhurat e mia rriten vazhdimisht. Unë i lejoj vetes që të pranoj të ardhurat, pranoj dhuratat, pranoj bekime financiare nga çdo burim. Unë i lejoj vetes që të vinë drejt meje pasuri të jashtëzakonshme, pasuri që mendja njerëzore nuk i ka imagjinuar kurrë. Ja lejoj vetes që të vinë ato drejt meje. Çdo investim, absolutisht çdo investim, çdo sekond e jetës time që investohet në diçka, më kthehet qindra, mijëra, miliona herë më shumë dhe e gjitha më kthehet në pasuri financiare, të cilën unë mundem ta gëzoj dhe ta trashëgoj. Unë jam e aftë të gjeneroj pasuri marramendse nga çdo ide e imja. Çdo qindar që unë shpenzoj, kthehet tek unë e 2 fishuar, kthehet tek unë e 5 fishuar, kthehet tek unë e 100 fishuar. Çdo qindar kthehet tek unë e 100 fishuar. Unë po ndërtoj një trashëgimi financiare të fortë. Unë marr bekime nga burime të ndryshme financiare. Unë mundem që nga xhepat e mi të bekohen familje të tjera. Llogaria ime bankare rritet çdo sekond. Unë jam e lirë nga çdo borxh apo detyrim financiar. Unë kam në kontroll të plot mbi financat e mia. Unë kam kontroll të plot mbi financat e mia. Rrugët e reja të ardhurave po hapen për mua tani. Imagjinojeni pak se sa e mrekullueshme është që në çdo moment, çdo ide e imja më përkthehet në pasuri të jashtëzakonshme. Dhe çdo rrugë në cilën unë vendos të investoj qoftë edhe 1 sekond të jetës time, përkthehet në të ardhurat të jashtëzakonshme. Unë jam magnet për fitimet të jashtëzakonshme. Unë jam e rrethuar nga njerëz të pasur dhe e përkrahës. Unë e shoh veten time çdo ditë në dreka dhe në darka me biznesmen, me njerëz shumë të pasur, me njerëz që dinë të vlerësojnë idetë dhe dinë të vlerësojnë ato në mënyrë më të mrekullueshme. Unë jam e rrethuar nga njerëz që kanë energji të pasur. Unë jam e rrethuar nga njerëz që kanë energji të jashtëzakonshme pozitive. Unë jam magnet për fitime të mëdha. Paraja ime më jep liri dhe mundësi. Unë jam shembulli që mundet të marrin të gjithë njerëzit për të thënë se sa e mrekullueshme është ajo që çdo ide të saj e kthen në përfitime, pasuri të jashtëzakonshme. Çdo ide më kthehet në përfitime, pasuri të jashtëzakonshme. Unë jam shembulli konkret që njerëzit marrin në momentin kur ata duan të shpjegojnë për një rast suksesi, një histori suksesi. Unë jam suksesi që ata përmendin. Unë jam një gjenerues i pashtershëm i vlerave, sepse çdo vlerë e imja përkthehet në para të jashtëzakonshme, në pasuri që bekon vazhdimisht familje të tëra. Unë jam gjeneruese e një pasurie të jashtëzakonshme që trashëgohet me breza. Biznesi im lullëzon çdo ditë. Idetë e mia lullëzojnë çdo ditë. Ato kthehen në pasuri të jashtëzakonshme çdo ditë. Unë tërheq klient ideal që më paguajnë me kënaqësi. Unë tërheq klient ideal që kërkojnë të më paguajnë gjithmonë më shumë edhe nga sa unë kërkoj për shërbimin. Unë jam udhëheqëse lindur dhe suksesshme. Vendimet e mia financiare janë gjithmonë të sakta, janë gjithmonë të parashikuara në kohë për të marrë vendime edhe për situatat më të rrezikshme.
Unë jam shumë e kërkuar në treg. Të gjithë kompanitë më të mira në lidhje me biznesin tim kërkojnë të më punësojnë. Unë jam e bekuar me pasuri të jashtëzakonshme. Kreativiteti im sjell përfitime të mëdha financiare. Unë punoj me zgjuarsi dhe fitoj shumë. Fitoj shuma të marramense, shuma të jashtëzakonshme parash çdo ditë. Çdo dështim është thjesht një mësim drejt pasurisë. Për mua nuk ka asnjë pengesë, për mua ka mësime dhe mundësi. Unë kam kurajon të ndërmarr rreziqe që shpërblehen. Unë kam kurajo që të pranoj pasuri të jashtëzakonshme. Unë kam kurajo që të jem e fokusuar dhe e disiplinuar në qëllimet e mia. Unë kam kurajo të jap vetes edhe në momentet kur më mungon vullneti apo motivimi. Unë kam kurajo që të mbështetem tek disiplina ime për të arritur qëllimet e mia. Unë jam e hapur për bashkëpunime fitimprurse. Jam gati të pranoj ide, jam gati të përfshihem në ide biznesi, jam gati të pranoj çdo gjë që e di se më sjell më shumë pasuri. Reputacioni im rritet bashkë me pasurinë time. Unë jam shkëlqyer në negocime. Energjia ime tërheq investitore e partnerët e duhur. Energjia ime është ajo që sjell bollëku në jetën time. Çdo ditë bëhem më i zgjuar financiarisht sepse çdo mundësi apo çdo dështim me cilin unë përballem është mundësi për të mësuar më shumë. Karriera ime po ecën me hapa galopant, me hapa të jashtëzakonshëm drejt suksesit. Unë ofroj vlera që bota i vlerëson me pasuri. Unë jam magnet për pasuri. Unë jam gjithkohës duke dhuruar vlera në botë dhe bota i vlerëson ato si pasuri të jashtëzakonshme. Unë jam frymëzim për të tjerët që duan suksesin, unë jam shembull i suksesit. Unë e dua punën time dhe ajo më pasuron. E të arrish të gjesh vërtet punën që ti mund ta bësh me gjithë dashuri është vërtet një bekim, sepse çdo qindar që ti do marrësh nga puna që ti bën me gjithë dashurinë është në të vërtetë vetëm pasuri, është pasuri e jashtëzakonshme. Unë jetoj në gjendje bollëku të plot, sepse liria financiare është e drejta ime që nga lindja. Unë mundem të blej gjithçka që dëshiroj pa u shqetësuar. Liria financiare është e drejta ime që nga momenti kur unë kam lindur, është e trashëguar në gjenetikën time që unë t'jem e lirë financiarisht. Unë jam i qetë sepse e di që pasuria ime është e sigurt, është e trashëguar, është e sigurt që edhe brezat pasardhës do të arrin të përfitojnë nga bolloku e pasuria që unë tërheq në jetën time. Unë jam bujare me pasurinë time, sepse e di që nga xhepat e mi bekohen mira e mira familje të tjera. Sa më shumë jap, aq më shumë marr, sepse në çdo qindar që unë jap apo investoj më kthehet 100 fish. Çdo qindar që unë jap më kthehet 100 fish. Familja ime jeton në bollëk fal suksesit tim, sepse kanë besuar të gjithë në energjinë time, kanë besuar në ëndrat e mia, kanë besuar në suksesin tim dhe unë jam thellësisht mirënjohëse. Unë jam thellësisht mirënjohëse që jetoj sot në shtëpinë e ëndrave të mia. Jam thellësisht mirënjohëse që mundem të jetoj jetën time ashtu siç unë e kam ëndruar gjithmonë. Jeta ime është një histori me seri suksesesh financiare, sepse unë marr gjithmonë vendimet e duhura financiare.
Unë jam e rrethuar nga bukuria dhe bollëku, dhe çdo gjë që më jep kënaqësi për ta parë dhe për të qenë vërtet shumë e bukur, është ajo që më frymëzon për të pasur ide akoma edhe më të mira suksesi. Unë i lejoj vetes të shijoj frytet e punës time, pa pasur frikë, pa pasur ndroj, përkundrazi, e gjithë ajo punë që unë kam bërë më është kthyer dhe është një sukses, dhe është shembull, dhe është liria ime financiare, dhe unë mundem ta shijoj atë. Është fryt i punës time, është fryt i krijimtarisë time, është fryt i asaj që unë e bëj me gjithë dashuri. Unë jam tërësisht e pavarur financiarisht, unë jam tërësisht e lirë, unë jam tërësisht e lirë financiarisht. Pasuria ime më lejon të bëj ndryshime pozitive në botë. Unë mundem që nga xhepat e mi të bekohen familje të tjera, unë mundem që nga xhepat e mi të bekohen trashëgimtarët e mi në mënyrë që të munden të trashëgojnë pasuri të jashtëzakonshme, dhe unë mundem që përmes pasurisë time të shpëtoj apo të jap shpresë në të gjithë botën, të shpëtoj ata që kanë nevojë për një pikë shpresë, duke u dhënë unë atë, e duke ju kthyer besimin. Unë jam e bekuar me pasuri të pafundme. Unë zgjohem çdo mëngjes me një ndjenjë pasurie. Unë falenderoj Zotin çdo mëngjes që pasuria ime shtohet në mënyrë eksponenciale. Unë i besoj procesit të jetës për të më sjellë bollëk. Unë e di që bollëku më përket mua, e di që është e drejta ime që nga lindja, është e drejta ime që nga lindja të kem pasuri të jashtëzakonshme për të jetuar me të gjitha lukset. Është e drejta ime që nga lindja që unë të jetoj në energjinë e pasurisë. Është e drejta ime që nga lindja që unë të jetoj në bollëk. Paraja rrjedh drejt meje si një lum i pashtershëm, e unë jam gjithmonë në gjendje të përballoj çdo shpenzim me hijeshi. Unë jam gati të shpenzoj edhe për të tjerët, duke bërë të mundur që këto shpenzime, këto investime të më kthehen 100 fish, sepse çdo qindarke imja më kthehet 100 fish. Unë jam e pasur, unë jam e lumtur, unë jam e shëndetshme. Unë jam e pasur, unë jam e lumtur, unë jam e shëndetshme. Kjo është mantra e jetës time. Unë jam e pasur, unë jam e lumtur, unë jam e shëndetshme, unë jam e dashuruar, unë ndihem plot në shpirt. Di shumë mirë që e gjithë kjo pasuri që unë kam në shpirt më përkthehet në pasuri të jashtëzakonshme në çdo fushë të jetës time. Unë e di që materializohet kjo pasuri që kam në shpirt dhe kthehet në pasuri në para. Unë besoj në aftësinë time për të krijuar pasuri, për ta krijuar këtë pasuri nga pasuria që kam në shpirt, nga energjia e pastër që unë i jap kësaj energjie të pasurisë. Unë jam më e fortë se çdo sfidë financiare. Unë besoj në aftësinë time për të krijuar pasuri nga çdo ide që unë kam. Unë jam plot me besim në veten time dhe ky vetbesim është çelësi i suksesit tim. Unë jam e denjë për të fituar miliona e miliona dollar, miliona e miliona lek çdo ditë. Unë jam e denjë sepse energjia ime është e jashtëzakonshme. Unë nuk kam asnjë limit dhe unë mund të arrij çdo gjë që dua. Unë mundem të arrij pasuri të jashtëzakonshme. Unë jam një krijuese e fuqishme e realitetit tim. Pasuria ime është e jashtëzakonshme dhe shtohet çdo ditë në mënyrë eksponenciale. Unë ndihem rehat kur marr shuma të mëdha parash, sepse e di që është ajo çfarë më përket, është bekimi im dhe është e drejta ime që nga lindja. Unë jam përgjegjëse për fatin tim financiar, ndaj marr çdo ditë vendime financiare që më çojnë më shumë drejt fitimit, drejt suksesit. Unë jam gjithmonë e udhëzuar drejt vendimeve fitimprurse. Unë jam e mbushur me energji dhe entuziazëm. Unë jetoj me qëllim dhe pasuria më ndjek. Unë jam e qetë me idenë të qenit të pasur.
Unë jam në kontroll të plotë të jetës time sepse fakti që unë jam e pasur, jam çdo ditë në energjinë e pasurisë, më lejon kontroll të plotë të jetës time. Universi më përkrah në çdo hap. Unë jam e lumtur edhe për suksesin e të tjerëve, madje jam e rrethuar nga njerëz që i vlerësojnë të tjerët. Unë jam larg tavolinave ku flitet për thashëtheme dhe unë jam gjithmonë në tavolinat ku flitet për ide dhe për sukses. Dhe unë jam aty për të përkrahur çdo njeri që ka ide biznesi dhe ide suksesi. Jam aty për t'i ndihmuar e për t'i përkrahur ato. Dhe jam në radhën e parë në momentin kur duhet të duar trokas për suksesin e të tjerëve. Suksesi i të tjerëve është provë se edhe unë mundem, është gjithmonë një mundësi për të më treguar se çdo gjë është e arritshme. Unë jam gati të pranoj pasurinë time tani dhe për gjithmonë sepse është e drejta ime që nga dita e parë që unë të jetoj në bollok. Unë jam pasuria, unë jam bollëku, unë jam suksesi. Këto ishin disa afirmime që shpresoj t'ju afrojnë sa më shumë me këtë energji të jashtëzakonshme që t'jep pasuria, sidomos në raste të tilla kur e gjithë ekonomia mund të jetë duke përballuar një recesion, ju të mundeni të jeni pa frikë në gjithë këtë situatë, sepse edhe në ditët më të vështira, edhe në ditët e kaosit, njerëzit që ecin me hapa të sigurt janë ata që mundet t'ja dalin deri në fund. Dhe vetëm ata që ecin me hapa të sigurt do të arrijnë në pasuri, edhe në ditët e kaosit, edhe në ditët e recensionit, edhe në ditët e kolapseve ekonomike, ju mundet që me këtë qetësi, me këtë energji që keni ndaj pasurisë, dhe duke e besuar që nga dita e parë që ju meritoni çdo lloj pasurie dhe ju jeni njerëzit më të pasur në botë, eksaktësisht kjo lloj mindseti, kjo lloj energjie, kjo lloj mënyre se si ju mendoni, do t'ju udhëheqë në pasuri të jashtëzakonshme çdo ditë.